Bakëtit vazhdojnë të jenë problem për lagjen e re të qytetit të Bulqizës. 10 lop kullotin çdo ditë në rrugët dhe hapësirat e gjelbra të kësaj lagjeje. Megjithatë çështja është bërë disa herë problem mediatik, situata mbetet e njëjtë. Lopët vijojnë të dalin lirshëm në rrugët e qytetit duke u kthyer në burim aksidentesh. Qytetarët të shprehen se shpesh kanë qenë dëshmitar kur ata janë përplasur nga automjetet pasi dalin befasisht në rrugë. Qytetarët kërkojnë që institucionet të gjobitin pronarët e baktive në mënyrë që të mos lejojnë mëkafshët të dalin lirshëm në rrugët e qytetit. Burim aksidenti është, po pronarët duhet të jenë ndërgjegjshëm, patjetër të konsultohet me pronarët, që edhe ato të mos i fusin, nuk është vetëm tek gjoba. Gjoba është e fundit, po duhet konsultohet me qytetarët, që qytetarët mos fusin, mos i bijnë lop këtu. Në zgjata aksidente me baktit. Në zgjata. Ko qytet në koka të... Në lurishte ka të du që shef. E shtu për thët pagum lopën. Dhe se të paguja i lopës dhe i lopës makinë, thët pagum lopën ti. Se të ndu. Shumë kesh. Shumë lopës salë nuk shoh. Shumë gabim. Po, lopën qytet nuk shoh, se ka makina, ka jana, bën, dëmtime, bën jana. Nuk du të shës pa bëri. Pa njëri. Pronarja ka thënë se nuk shohet malli. Mos e mbrapa te kërkon mall s'ka, sa e bret maqina. Situatë e njëjtë është edhe në lagjen e vjetër të Bulqizës, ndërkohë Bashkia Bulqiz ju bën apel pronarëve të gjedhëve që të mos i lejojnë mëkafshët të dalin në rrugët e qytetit, pasi do të ndëshkohen sipas dispozitave ligjore në fuqi.